Me që dashtën, ju që rajni të nga përcjell përmes platforma ndryshme, jemi shumë bekun që më në me njës epizodën tjetër të podcastit tonë, me trajtu tema që janë shumë relevante, shumë të nevojshme, tema që ka njëherë shpesh keq kuptohen, keq lexohen, keq interpretohen, me dashje, pa dashje, njerëz i përdorin për çfarëdo lloj forme. E na në podcastin tonë që kemi të tullu fjalë për ty, besojmë me gjëzamër që këto fjalë janë për ty, edhe ne lutemi shpresoj që kanë me qenë fjalë njohurie, fjalë zbulese, fjalë urtësie, fjalë mençurie që kanë me zdrit diçka në mendjen tone, kanë më jap një dritë zemrës tone, edhe kanë me zbuluar të vërtet për jetën tone dhe qëllimin e jetës tone. E sot unë jam shumë i lumtur me pas një djalë tri me bisedu bashkë me të, pak me bashkë bisedu, jo është me bisedu, po me bashkë bisedu për një temë që është shumë e veçantë, shumë e fuqishme, edhe që lidhet normal me jetën personale. Dhe bashkë me mua sot është Angel Malishi. Angel, mirë se vjen. Mirë se gjej Alban, është knatësi me konë, përveç që është knatësi me konë në këtë podcast, është edhe bekim pa tjetër. Faleminderit për ftesën. Angel, a mund me më kallëzu, pak a shumë, qysh ka qenë jeta jote para se me taku Jezusin? Veç me ta sharu, me taku Jezusin, njerëz menojnë me taku fizikisht, po me njoft Zotin si shpëtimtar të jetës tonë. Me të kallëzu drejtën, me menu që sot ku me konë i krishterë para 3 viteve, dhe s'kisha mujt me para menu atër, s'kisha mujt me sjellë në përkry. Po, që me thonë Zotë, i kishe rrugët e veta edhe po të udhëzoj kënë jetë. Para Jezusit, para se me i hi thellët në Bibël, ju më konë një njëri i thjesht, ju më konë, që më thonë, me profesion, ku më punu si trajner i fitnessit, halojam. Thjesht ju më konë një njëri që, pa tjetër ju më konë spiritual në atë sensin, ku më besu në Zot, edhe gjithmonë gjithmonë ju më bështet në një forcë, do shta supernatyrale, të padukshme, edhe një forcë që të ngushllojke në një farë mënyrë në kohë të vështira. Po, pa tjetër i kom pas edhe qëllimet e mia, ambicjet e mia, gjithmonë jam qenë njëri që duke ndjek atë versionin më të mirë të vetës, se qysh me mujt me u përmirësu në çdo aspekt, sidomos në atë aspektin fizik, si trajner i fitnessit, sepse si trajner kum pas edhe klientat mi, edhe gjithmonë kum pas synim që me qenë shembull për ta, se qysh mu kujdes për trupin e vet, por normalisht edhe për gjendjen mendore, por edhe anën shpirtërore. Tu bazun që të pyetje, e mon men kur e ke lyp Zotin, Jezusin, për të parë ma seriozisht, kur e kon të e kërku Jezusin? Me të thonë drejtën, Jezusin jo, Jezusin si më kon të e kërku, asnjëherë. Jezusin e kom njoft si figurë historike, para se me orë në besim në ata librat vetë ndimës që i lexojsha, që ndoshta kanë qenë libra që ndoshta s'ka dëgju shumë pak veta kanë dëgju për ta. Në ata libra e përmendshin Jezusin si një figurë historike, si një mësues të madh që ka mësu gjona, që ka mësu spiritualitetin në atë kohë, edhe normal njerëzit kur del një njeri që e sfidon status quo, njerëzit nuk e pranojnë edhe për atë arsye kanë kryqëzu. Jezusin shme thonë e kom njoft kështu si figurë historike, bile me shok shpesh kemi bo kësi dark humor, edhe po pa tjetër më kujtohet edhe nga filmat që si të vegjël i pajshim në televizione, edhe më kujtohet që e kanë kryqëzu Jezusin, mandej urin gjallë në ditën e tretë, edhe këtu i kom pas, që më thonë një më kanë i familiarizu me këto tregime. Po nëse se ke lyp seriozisht, atëherë çfarë ka prej këtë Jezusi? Me thonë që unë konë 2 vendime, njënë ndoshta u konë një vendim që e kumë bo pa vetdije, për me ja kushtu Zotit, jo në atë aspekt me kërku Zotin, po thjesht me ja kushtu Zotit kohën edhe sidomos një vetë. Kjo ka qenë vitit 2023, vitit 2022, dhe më viti para ka qenë një vetë pak i vështirë në jetën tam, ku më është dashur
me u shpërngull me vendbanim, me dal me jetu vetë, me u pavarësu, edhe si shenjë falënderimi për Zotin që u kujdes, sepse gjatë asoj kohë u lutësha Zotit, asoj forcës mbi natyrore, universit, që më ndihmu, edhe më drejtu, më jep kohje në jetën time edhe me siguru financiarisht ose çfarë do mënyre për mu. Edhe thjesht mbështetesha në çat besim edhe me të kallzu drejtën e ndjesha një farë ngushëllime, desha që gjithçka ka me konë mirë. Mandej në fund të 2023-s, kjo periudha e vitit 3, ndrimit të motëve, për mu zakonisht është një periudhë reflektimi, edhe normal është ajo koha kur i vendosëm ato synimet tona, New Year resolutions, sana, edhe kur i kum shkru në atë ditarin tam, i kum shkru synimet e mija, po mbi të gjitha e kum shkru që kë ka me qenë viti i Zotit. Okay. Do shta ka qenë një synim kështu pa vedije, thjesht një vendim, që shme thonë pa e menu fort, po thjesht kum dorë që si shenjë falënderimi që Zotit gjatë gjithë jetës tam u kujdes për mu, kum dorë që këtë vetë mja kushtu Zotit. Nuk e kum di çka do me thonë kjo, po mendej që pas atij vendimi, gjona në jetën tem kanë fillu me ndryshu diqysh gradualisht. Çka ka ndryshuar atë Jezusi? Atë pa më rihalo atë, po du me cekë edhe një periudhë të shkurtë. Do më thonë ka qenë janari, shkurti, marsi, kur thjesht mund gjallë kurreshtja për me shiku filma me ngjarje biblike. E kum shiku këtë filmin e vjetër të Mojsiut, mandej filma me Jezusin, Biri i Perëndis, edhe në fund e kum shiku Pasionin e Krishtit. Okay. Kur e kum shiku Pasionin e Krishtit, nuk e di, e kum këshyr filmin edhe ka qenë për një meni, ku më nuk qysh se kum po ma herët këtë film. I kum këshyr filma tjerë të Krishtit krydzum, ama Pasionin e Krishtit se kësha po ma herët. Edhe filmi kish dal matin, 2004, nëse s'gaboj. Po çam ka prej këtë filmi, do më thonë në film është nata e fundit e Krishtit para krydzimit, edhe krydzimi i tij. Më ka prej fakti që Jezusi normal Krishtin e njohin njerëzit si një figurë të çiltër. Do më thonë, edhe ata që s'janë besimtarë, edhe kush do të qoftë e nje Jezusin si një figurë tepër të pastër, një njeri i përsosur perfekt. Do më thonë, edhe ne kisha këtë bindje, dhe kur e kum po çysh e kanë trajtu, do më thonë, se më koni pa njohër me ngjarjet çysh janë zhvilluar sidomos natën e fundit të Krishtit, kur e kum po sakt çysh e kanë trajtu Jezusin, do më thonë, u ka një eksperiencë dy anshme. Do më thonë, e cila të regon të natyrën e të padrejt njerëzve, që gjithmonë kanë tendenca, do më thonë, gjithmonë implikohen nga ajo e padrejta, e keqja, për me dënu një njerit pa fajshëm, një njerit përsosur, një njerit që është i drejt. Në anën tjetër edhe për ulësin e Krishtit, që ai nuk e ngrit ke zonin, nuk i kundërshtoj ke ata të cilët dëmtonin, ata të cilët e godetin me kamxhek, e shonin, e pshtynin. Do të thonë qëndron te i heshtur dhe i merr këtë gjitha. Edhe në fund, momenti kulminant u kon kur ai në kryq, edhe kjo nuk u kon e panjohur, për mua e kum dëgjuar më herë në libra sane, po sidomos u kon momenti kulminant për mua u kon kur ai në kryq lutet Zotit, thot, o Zot falje, se nuk e din çka janë të bë. Dhe kjo ka shti thellë me menu që kur e kum dëgju këtë thonjë edhe më herët e kuptojsha që si një lloj pavetëdijësie të njerëzve, që për një mend njerëz nuk e din çka janë të bë. Thjesht e jetojnë jetën, shkojnë për puna, janë të, ç'më thon, të në ciklin e jetës. Po dhe ambicjet e veta personale, secili për vete, edhe kjo. Po kur Jezusi për një me lutet që Zot falje sepse nuk e din çfarë janë të bë, ai në fakt lutej që ata nuk janë të e ditë që janë të e kryqëzu vetë Zotin. Më thonë njëri ma perfekt. Që kjo pohemi Jezusit ka bo me menu ma thot për Jezusin, a? Edhe
ky pohim i Jezusit, domethënë kjo fjali ka tregu se kush është Jezusi për ne. Okej, kush është për ty tash? Nëse ai ka tregu krejt aty në njerëzve që janë kon, tu e kryqëzu, tu kon përballë ngjarjes më të fuqishme në shtan historik njerëzimit, është shumë e vërtetë që ajo që thu ka ndodhur, Jezusi ka pohu një mesazh të fuqishëm, ka thonë atë falis, ata nuk janë ka dinë çka ka bojnë. Luka, Ungjilli pas Gjonit, Mateo, krejt e përshkruajnë. Po tash për atë moment u kanë shumë e fuqishme. Kush është Jezusi për ty personalisht tash? Tash kur domethënë po bëhen 3 vjet mas asaj periudhe, mas atij momente, tash normal kum lexu ai moment ka qenë para se me fillu me lexu Biblën. Domethënë nuk jam kompletësisht i informuar, e edukuar në lidhje me çysh janë zhvilluar ngjarjet biblike në atë kontekstin e plot biblik, edhe se çysh krejt ngjarjet sillen rreth Krishtit. Tash kur e di se kush është Jezusi, ai për mua sot është patjetër është shpëtimtari jam, që më ka shpëtu kur japim këtë titull si shpëtimtar, domethënë që ai na ka shpëtu prej diçkafit. Kur jam him ma thellë në teologji, e kum kuptuar që për ne kjo botë është e rame, është në mëkat, dhe njerëzit janë mëkatarë, e kanë natyrën mëkatare, domethënë implikohen nga gjanat që nuk e kënaqin Perëndin, po kjo s'do me thonë që njerëzit nuk e kanë atë natyrën e mirë tyne, po pavarësisht se sa i mirë është një njeri, nëse është ç'më thoni zhytur në mëkat, ai patjetër është mëkatar. Si mëkatar, si një botë e rëmën mëkat e pret, dikush ka me gjyku këtë botë. Kjo botë ka me jap llogari ndaj dikojnë. Edhe gjithmonë ai që gjykon është ai gjykatësi suprem, ai që ka kriju këtë botë. Edhe duke kuptuar këto, e kam pa që unë isha kanë në një rrugë drejt shkatërimit. Domethënë në një rrugë drejt një gjykimi të drejtë, absolutisht të drejtë, edhe duke e pa veten si mëkatar, duke u bind për mëkatet e mia gjatë gjithë jetës tam. Domethënë atë ku kam qenë 28-29 vjet, 29 vjet kom jetu, kom rajt, kom vjell najherë, kom ju mundu me mashtru, edhe pse ju më konë ju dheqën nga ndërgjegja jam, ju mundu, që me thonë me konë korrekt me njerëz, ju mundu me bo mirë me njerëz, me jep, me konë zemërgjer, po pa tjetër që ka pos momente, sepse kuptohet ne jemi njerëz, jemi me të meta, ka pos momente kur kemi ranë, Biblia thot kanë ranë nga lavdia Perëndis. Duke kuptu këto, duke u bind thellë në ndërgjegjen tam, e kom po që për një me isha konë, duke shku drejt një gjykimit të drejt, dhe nga i gjykimit drejt, nga një gjykat si drejt, ka me mu jep një vendim që është absolutisht i drejt edhe që unë e meritoj, sepse këtë e kërkon drejtësia. Edhe duke marrë atë gjykim të drejt, unë isha konë i dënuar për shkatërim, do të thonë rrugës për ferë. Do të thonë për ty Jezusi mas më e rëndësishme që është, për ty personalisht Jezusi është shpëtimtari jote. Po, do të thonë ky shpëtimtari, i cili më ka shpëtuar nga ky dënim i drejtë, nga ky gjykim i drejtë. Duke e marrë përsipër vet atë dënimin që unë e meritoj. Do të thonë kjo ka ardhur masi e kuptuar çka është Ungjilli. Kur e kam kuptuar çka është Ungjilli, mandej kam pas qartësi që për një me Biblia po ka kuptim, edhe na nuk mundemi me i shly mëkatet tona duke bë mirë në tjetër anë. Se veprat e mira patjetër që më thonë janë nevojshme, se nëse s'bojnë veprat mira atëherë bota s'kishte ekzistuar as këto vjet sa ekziston. Po veprat, qëllimi është që veprat e mira nuk munden mi shly ato dëmet që janë bë. Domethënë për ato dëme nevojitet një shpengim. Tash kur ti më shpjegon krejt tonë çka ka ndodhur me jetën tonë, kush është Jezusi në jetën tonë, që është shpëtimtar për jetën tonë, çfarë ka kushtuar ty personalisht me një qytet shpëtimtar ose me pranu të vërtetën e si shpëtimtar në jetën tonë? Po e zon për mua, Jezusi është miku më i mirë i jetës time. Është dikush që më gjet ngushëllim, më gjet shpresë, më gjet inkurajim, më gjet një uri, më gjet fjalë, më gjet dritë, më gjet gjona që bota nuk ka shans për më jep. Në këtë rast
mu më ka kushtu shumë sene për me lanë për më pas mundësi me ofrua për këti miku, se ky mik mas ne të ndryshon edhe karakterin, të ndryshon edhe qasin ndaj njerëzve, të ndryshon edhe tarmen, të ndryshon edhe mendimin, të ndryshon edhe shprehurit, të ndryshon edhe jetën, të ndryshon edhe rrethin me cilën jeton. Edhe të bën një farforme një qenje me një natyrë tjetër që është e rilindun për me pas mundësi me dëshmu një dashuri që bota nuk e nje, askanjëherë nuk e kupton, po ti prap dosh me jetu. Po çka të ka kushtu ty? Mundu me thonë që mas shumë të më ka kushtu si njerë që më konë që ka gjithmonë ka synu zhvillim personal, me ndjek atë verzionin më të mirë të vetës, ka kushtu pikërisht atë që une di se çka është mirë për mu, dhe domethënë kom pas këtë imazhin mendjen tam edhe ambicën për me mri një person që unë du me konë, mas 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. Mendoj që mas shumë të më ka kushtu që me hek dorë prej ati imazhi edhe me pranu imazhin që Zoti e don që unë me konë. Dhe Zoti në Bibël e të qartë që të gjitha ata që i thirr, që janë të tijet, vullneti i tij është që ata të jenë të ndërtuar sipas imazhit të birit të tij, Jezusit, Krishtit, edhe synojmë i ndërtu në karakter sipas tij. Po në anën tjetër e kom pa që është ma mirë, sepse Zoti e din çka është mirë për mu, dhe mas mirë çka është mirë për mu, si një prind që e din çka është mirë për fëmijën e tij që është satroha i vogël edhe nuk e din kam ja mojt, ashtu edhe Zoti e din çka është mirë për neve. Edhe normal për me duke hek dorë prej atij verzionit tam, ka dosh me praktiku edhe besim, që me unë mbështet në Zotin në ato që ka aje dëmë për mu. Edhe një sen tjetër që më ka kushtu nashta shumë me lanë, është kontrolin jetën tam. Unë i kisha synimet e mia, qëllimet e mia, po në isha drejt tyne edhe pa isha progres drejt arritjes e atyre qëllime, edhe kisha një sens kontrolit jetës tam. Edhe më pëlqeshin shumë poezi ndryshme, disa poezi thëshin që unë kur ata poetët faqen thëshin unë jam kapiteni anijës tam. Autori jetës tam. Autori jetës tam. Pronari jetës tam. Unë krijoj realitetin tam, unë drejtoj jetën tam. Edhe më pëlqeshin këto poezi, këto thonje. Edhe i aplikojsha tek vetë. Për një me i pasha që për një me kam një kontroll në jetën tam, që e di ka ku me shku, e di destinacionin tam, edhe jam të marr hapa për me shku çatje. Edhe duke hek dorë prej atij versionit që kisha për veten, prej qëllimeve të mia, prej ambicieve të mia, që patjetër kishin më shumë tendenca vetjake, egoiste për mi mrit qëllimet e mia, se sa ndoshta për njëjtën kohë edhe për mi ndihmu tjerëve, por më shumë sillej rreth vetës tam. Në çeton të bazuar në çto që vi fol, a ke pas dyshime gjatë rrugtimi ndaj Jezusit edhe nëse nuk e pas dyshime, atëherë çka të ka motivu me ecë me Zotin edhe me u fuqizu në Zotin Jezus? Po, patjetër, se nuk është e lehtë me hek dorë prej botkuptimeve tua që i ke ndërtu për gjatë gjithë jetës. Prandaj edhe kur dikujt na ja prezantojmë besimin ton, unë patjetër që i kuptoj që është shumë e vështirë me marr aty për aty një besim që ndoshta i sfidon gjitha bindjet e tua që i ke pas më herët. Dhe patjetër ka pas momente dyshimi, po çka është mirë dhe çka më pëlqen tek Bibla dhe tek Zoti i Biblës edhe tek Krishti është që Zoti nuk i dënon dyshimet. Zoti i mirëpret ato. Blen tek Isaia thuhet që hajde tonë edhe folëm bashkë, bisedojmë edhe i sqarojnë asanet. Edhe diskutojmë bashkë edhe ta kallëzojmë në zemrën tam. Edhe patjetër kom pas dyshimet e mia edhe normal kisha pyetje, ato pyetje më shtyshin me hulumtu ma shumë, me kërku ma thellë, me kërku ma shumë, mandej gjesha vargje në Bibël edhe kur Zoti ju flet ke profetave të tyre që ju thot me kërkoni edhe do të me gjeni. Thirrëm edhe ku me tregu sane që nuk i ke ditë kur ma herët, edhe në gjitha këto rëzënëshin me mu thellë, normal e bëjsha atë sen, bëjsha pyetje,
isha në internet, lexoisha debate ndryshme, ngoisha debate ndryshme, lexoisha artikuj ndryshëm, edhe patjetër në Bibël, gjithmonë duke u përqendruar në Bibël, duke lexuar ndoshta edhe komentar ndryshëm edhe në internet, sidomos interneti më ka ndihmuar sepse gjeisha komentar që i kishin të lidhuna të gjitha këto referencat e tërthërta ndërmjet vete, edhe më tregojshin që kjo çështje në Bibël në Dhjetën e Re për shembull është si rezultat i kësaj që ka ndodhur në Dhjetën e Vjetër. Edhe gjitha u lidhshin edhe më japshin kuptim. Por si them, një vegël tjetër që më ka ndihmuar shumë ka qenë edhe lutja. Një pajsha, vrejsha, isha i vetëdijshëm që besimet e mia po ndryshojnë. Edhe këto Bibla po dalë që është e vërtet, si shpirtnisht ashtu personalisht që vren në individ, thellë në zemrën e tij, ashtu edhe objektivisht, edhe historikisht, edhe arkeologjikisht, e pajsha që për një merë ngjarjet në Bibël ka ndodhur me të vërtetë në histori. Edhe duke u bind kështu, pajsha që për një merë Biblia është e vërtetë, fjala e Biblës është e vërtetë, Jezusi ka qenë për një merë, shkrytzuar për një merë. Për nënën tjetër, pajsha që janë edhe besime tjera, për shembull është edhe Islami. Normal që nuk i kum largu me një herë, se edhe për nga natyra jam kështu shumë skeptik, edhe është pak vështirë me besu, me marr diçka me besu çatë për çatë. Domethënë, në anën tjetër pajsha që krishterimi mund të qenë e vërtet, por në anën tjetër është edhe Islami që besojnë ndoshta 2 miliard vet, çka për atë besim, pse ai s'është i vërtet. Me qenë se edhe shumica jonë, edhe na jemi rritë si musliman në atë ambient, edhe normal ku më hulumtu nga anën tjetër në teologji, në shkrime, në gjëra tjera, edhe thjesht duke bërë pyetje, edhe duke u lutë, sidomos e përmenda lutjet më herët, duke u lutë që ky Zot që më ka drejtuar gjatë gjithë jetës tam, më jep kuptim të fjalës tina mas pare, po edhe më drejtu tek e vërteta. E më mbaj mend që më lut çdo natë mas punës, çdo mëngjes sa herë që më lexoj Biblën, që thjesht më drejtu tek e vërteta. Cila do qoftë ajo? Qoftë krishterimi, qoftë Islami, qoftë çapo di ndoshta ndaj fe tjetër, ndaj besim tjetër, po thjesht ju më drejtu tek e vërteta. Bibla do të lëma njeri që e vendos besimin e tij te Zoti. Lëma njeri që e vendos besimin e tij te Zoti edhe varet në Zotin, edhe mbështetet Zotin, edhe dorëzon jetën e tij te Zoti. Ti më besu Zotit është duket që është për gjeneratën tonë, për kohën tonë që po jetojmë, duket që është një farë lloj budallëkie. Duket që është një farë lloj out of date, edhe ka dalur jashtë mode, jashtë standardit të shoqënisë tonë. Po në fakt është gjëja më e mirë që një njeri mund të më bëjë, sidomos në kohën që po jetojmë. Është gjëja më e nevojshme, është gjëja më e fuqishme, është gjëja që na jep zemër, na inkurajon, na nxit ditën tonë bën më të lehtë, tarmën tonë bën më të lehtë. Edhe njerëz kanë më pa që jetojmë në një standard tjetër, kështu që Angel që ka boti është shumë e fuqishme, po nëse kishe me përshu Jezusin, qatë Jezus që te ke taku edhe te ke pranu edhe njësi shpëtimtar, me 2-3 fjalë, çfarë epitetësh e kishe jep? Nuk e di, nuk besoj që moj një njeri me shpik me thonë kështu një epitet 3, sepse gjitha ato epitet, gjitha ata titull që i bën në Bibël, çata më është më thonë jo në Bibël. Për mua se kam të fol për të vërtetën ose çysh e kam kërku, për mua Jezusi është e vërteta. Tash po jetojmë në një botë shumë digjitale, po jetojmë në një botë që ka shumë informacion në qarkullim, njerëzit po kanë qasje të tepër të mëdha në qarkullim, njerëzit po kanë qasje të tepër të mëdha në informacione të shumta, edhe është shumë lehtë që me gjej diçka dhe me u përqendru në ata, mandej me kriju besime, bindje rreth çasoj perspektive, ndoshta pa e menu 2 herë hiç. Von duke pas që jemi të jetu në këtë botë që ndoshta në një farë mënyrë është shumë mashtruese, sepse është shumë lehtë mundesh me u mashtru nga ambicet, nga lakmia, sidomos nga jeta e tjerëve në rrjetet sociale duke po. Mendoj që mbi gjithçka Jezusi për mua është e vërteta. Okej. Mandej janë edhe
epitete tjera. Mandej edhe është edhe jeta. Sepse ai është autori i jetës, ai na ka kriju. Bibla bën të qartë që përmes tij Zoti e ka kriju universin, e ka kriju gjithçka edhe ka jep jetë, ka frymu jetë në krijim. Edhe kjo. Në këtë rast, që i kështë thonë trive, trejave, që sot janë ka hekun, kam probleme, ose vujnë prej krizave të identitetit, prej frikës edhe prej problemeve me cilat përballen çdo ditë. Ku kish mujt që ky shpëtimtar, që kjo vërtet, që kjo rrugë, që kjo jetë, me shku në realitetin e shoqënisë tonë edhe me përmbush diçka që shoqënisë tonë i mungon. Unë nis prej përvojës tam. Kum pas periudha shumë, ndoshta disa periudha të rilindjes në të kalume, që çdo periudhë ka qenë një krizë të identitetit për mua. Kush jam unë? Çka jam të bën këtë botë? Ku jam të shku? Ku është qëllimi i jetës? Kuptimi i jetës? Çfarë është? Edhe në të kalume duke i bë këto pyetje, secila kum gjetë përgjigje në disa libra që më kanë ndihmuar në atë kohë, që kanë qenë relevante në atë kohë. Por ajo ngushëllimi shpirtëror që ofrojshin ato ishte shumë e përkohshme. Andaj mas disa viteve, mas disa periudhave të vështira, prap kalesha në asë periudha nihilizmi. Edhe kërkimi i identitetit, mendoj që vetë ky fakt që njerëzit nëse kanë probleme me identitetin e tyre, nëse kanë krizat identitetit, është një fakt që tregon se është diçka brenda neve që kërkon një përmbushje. Edhe njerëzit këta mund me arrit me hobi të ndryshëm, mundën thjesht me gjetë veten në një hobi dhe me jep gjithçka që kanë në atë hobi, dhe mandej ai hobi e krijon një identitet për ta. Për mua për shembull ka qenë fitnessi, gjimi, dhe kjo ma ka jep një identitet për mua, por një identitet më i thellë që gjithmonë e kam kërkuar është kush jam unë ai brenda. Ai që po kujdeset për këtë trup, ai që po ushtron këtë trup, kush jam unë? Edhe duke i bë këto pyetje gjithmonë kanë drejtuar në përgjigje ndryshme dhe eventualisht Zoti më ka drejtuar tek Bibla, tek Jezusi, edhe Bibla mandej është e qartë që ata që besojnë që vendosin besimin në Jezusin, ata i bën një krijim të ri. Do të thonë krijesa të reja. Ata rilindën, e kanë një unë që kam përjetuar është një rilindje për një mes supernatyrore. Edhe është një identitet i ri, mos e ndryshon prej i lanën, i pranum, prej birsun, birë, prej. Është një identitet që t'jepet si dhuratë. Mendoj që identiteti më i madh që ofron Bibla është që për një me të qunë dhe je i pranum si fëmijë i Perëndisë. Jo i lindur nga gjaku e mishi, normal, nga një lindje natyrore, por i lindur në shpirt, në frym, si krijesë e re për si krijesë e re, dhe mandej Zoti punon brenda teje në identitetin tënd të ri dhe t'jep dëshira të reja, t'jep që më thonë afërsi të reja që ti ki qef mi pos një jetën tonë, t'jep ambicje ndoshta të reja që janë përputhje me vullnetin e Zotit në jetën tonë. Këshilla janë për trit është që mos të fokusohen në gjana materiale, sepse asnjëherë nuk mundesh me gjetë veten, identitetin tënd në ato gjana materiale. Fokusohen në gjana më të thella, bën pyetje më të thella dhe thjesht të gjithë dim ata që besojnë Zot, pavarësisht çfarëdo besimi që është një krijues, është dikush që na ka jep jetë, na ka kriju, dhe thjesht i drejtohen atij na. Neve na kritikojnë ndoshta ka njerë që mundohemi ja imponu besimin tonë tjerëve, por kjo nuk është e vërtetë, na thjesht e shpallim ato, deklarojmë ato, është zgjedhja e njerëzve të tjerë, a dojmë me ndjek ato apo jo. Kështu që thjesht le të drejtohen Zotit, le të drejtohen atij na, le të bëjnë ashtu që kum lutona, le të lutën Zot të e di që ti je vërtet, e di që ti më ke udhëzuar gjatë gjithë jetës time, e di që ti kujdesesh për mua, lutem drejtom tek e vërteta jote, sepse vetëm ti je vërtet,
Donë se na mundemi mi po gjonat, mi perceptu në me shqisat tonë, por është edhe një realitet mbrapa kësajna frymor që na thjesht me shqisat tonë fizike nuk mundemi perceptu. Dhe është në atë realitet është aty ku edhe kjo e vërteta e Zotit sundon, dhe përmes atij realiteti Zoti po na njëzën tonë të drejton atje ku ai don me të pas. Në njënin prej psalmeve, Zoti thot provomni edhe keni me pas ai mirë jam. E për mua unë personalisht që thonë ki njerëzve, provoni Zotin edhe keni me pas ai mirë është. Gjithsesi. Provoni Zotin, lutni aton, kërkojeni aton, lutni atij edhe nështë thjesht me një lutje thjesht, nëse ti Jezus je i vërtet qysh po thonë që ta persona, a mundesh me më shfaq. Nëse ti Jezus je i vërtet qysh kom lexu, a mundesh me dëshmu të vetën tone. E pasaj kur Zoti kom e shfaq vetën e vet, kur Zoti kom e dëshmu që është i vërtet, unë nuk besoj që ka një njeri mi tokë që i ka thonë po Jezus të është pendu në herë për besimin e tij. Nuk ka një njeri që ka zgjedhur me njoft vërtetën e Zotit edhe me përjetu këtë vërtetë që ka bërë të lirë njerin, e mas ne më kthym mbrapa me dashur, mas ne prap jetën e kaluar. Kështu që unë kisha thonë provoni Zotin edhe keni me pas ai mirë është. Kërkoni se keni me gjetë. E kur të gjeni, ai ka me kënaqë zemrën tone, ka me ardhur zemrën tone, ka me i fol jetës tone, ka me dëshmu që është Zot i dashtën, Zot i mirë, Zot besnik, Zot që kujdeset, Zot që dën, edhe Zot që ka bërë gjithçka për jetën tone, që ti me përjetu mirësinë e tij e me përjetu ato që i ka plan për jetën tone. E ty është me di që kur Zoti të tret, ai ka një qëllim të mrekullueshëm për jetën tone. E unë shpresoj që s'keni me lanë, s'keni me harru, nuk keni me dyshuar këtë vërtet, po keni me përqafu edhe keni me ngushëllu veten e ju këtë vërtet edhe keni me gjetë Zotin. Angel, shumë faleminderit për mundësinë me fol, me bashkëbisedu, me ndëgju edhe me pa një dëshmi reale. Edhe njerëz klasin për Jezusin, ka qenë kështu, ka bërë këtë mrekulli, lexon Bibla, plot mrekulli, po kur ti fol me njerëz që kanë përjetuar të vërtetën e Zotit, është shumë bekim edhe shumë inkurajim. Ju lutemi që Zoti të bekua dhe faleminderit shumë për këtë mundësi me nda bashkë me mua edhe me njerëz të tjerë që na ndëgjojnë për platforma ndryshme. Faleminderit shumë Alban për ftesën, ishte kënaqësi dhe gjithçaf diskutojmë edhe tjera herë për tema ndryshme. Patjetër. Kemi shumë çka për me fol. Bibla është në një farë enciklopedike në veti. Ka aq shumë sene që mundesh me i drejtu edhe me i zbulu për mesaj. Në librari. Faleminderit shumë Angel. E miq dashur, ne i thojmë Zoti ju bekoft edhe deri në podcastin e radhës, presim me padurim me nda temën e radhës. Mirupafshim.